në kuptimin thellë e ndjen që je për atë rrugë, po kjo s'do thotë që nuk vinë pyetjet. Nuk vinë, mos ndoshta është më mirë kështu ose ashtu. Se këto e sjell edhe intelekti, mendja njerëzore, sidomos shembujt e tjerëve kur i sheh. Kështu që vinë këto pyetje, por këto pyetje janë më shumë edhe gjithmonë i ka marrë si nxitje me hi edhe më thellë, edhe me sqaru edhe cili është misioni im. A dëshiroj këtë stil jete apo jo? Nuk është që është më i mirë ky, për mu po. Por tash nëse flasim edhe për tjerët, atëherë secili këtu është i thirrur me marrë vendimin e vet. E në atë vendim ndihet një lloj vetmie, sigurisht, ndihet një lloj pasigurie, a mos po gaboj. Por këtu më ka ndihmu pastaj lutja, meditimi, gjithashtu edhe këshillimi me atin shpirtëror, është një prift që zakonisht qëndron në dispozicion, është një lloj rrëfimi ku ti ja shpalo zemrën, tani ai thotë këshillon nëse ti kërkon këshilla, jo që me ta imponu diçka bën e këto, mos e bën ato, por thjesht sjell hedh dritë që pastaj ti me pas më shumë liri për me mujt me vendos. Ama me kalimin e kohës edhe rritet edhe dashnia për atë mision. Nuk është që i ke qarta më njëherë gjitha, por dashnia i te kalon. Dashnia që për këto gjana të shenjta, mi unimu njerëzve, sidomos mi te i kalu do vështirësi, ti keme qenë shërbim tyre, keme kremtu mesh, keme dëgju edhe rrëfimin, keme prediku, a e muj me paramenon vetën tardhmën kështu, pastaj i shoshit këto gjëra, edhe dikur është një rrugë e gjatë, thënë drejtën, para se të bëhesh prift, është një rrugë mjaft e gjatë për mi shoshit këto gjëra me po a është për ty. Për shembull, nëse atë po e heqim gjimnazin që është 4 vite, gjimnazi klasik, 2 vite janë filozofi, 4 vite janë teologji. Domethënë, 6 vite ke mundësi me i shqyrtu këto gjëra, e në fund pastaj e merr vendimin. I përmendë prindrit. Momenti kur i the që unë po duam të bëhem prift. Si e pritën ata? A ishin dakord me zgjedhjen tënde? Nëna ishte pak hezitante, edhe më nxite, po e shihja që thjesht dëshiron që unë ta kem qartë, ose t'jem më i vendosur në kuptimin se a e tu ditë çka e tu bën. Baban qëndronte pak kështu si i rezervuar, e mor parasysh, ama nuk tha gjë. Për nyshe i kom pas mjaft devotshëm prindrit e ndjerët ashtë janë, edhe kjo më ka dhënë, me thënë drejtën, një siguri që kjo shka em të bën është rruga e drejtë, kur nuk i kjo më fajsu pëse, për shembull nana më ka thonë ashtu, gjithmonë e ko marrë si diçka normale dhe që ka njerëz edhe që nuk e kuptojnë pëse, më kanë thonë edhe disa, po pëse, ja, i bu, kur andej, pëse s'u martohesh. Kjo është pyetja më jo, kjo është, unë shumë mirë i kuptoj, edhe sot e kësaj dite njerëzit që bëjnë pyetje të tilla, që është vërtet. Dashka nuk kanë informacion të saktë edhe kjo e bën vetën. Edhe kjo, por është mjaft njerëzore sepse të them drejtën të sakrifikosh diçka që është biologjike, njerëzore, siç është krijimi i familjes, por në tjetrën anë prapë po them ka të bëjë me diçka misterioze, sepse e fiton një familje tjetër. Dhe gjithë e ma shumë po bindem që ashtu është. Se ke vllazën e motra që nuk janë të fisit e gjakut, si thush, po i ke njerëzit që t'afrohen, t'a hapin zemrën, edhe vërtet i përjeton si vllazën e motra. Sidomos anën shpirtërore kam. Edhe çështja e rrëfimit, na quajmë sakramenti i rrëfimit, ku mund me bisedu me personin që t'a hap zemrën, tregon, pastaj edhe këshillat e tjera. Pra, është gjithmonë mbetet ajo ana emocionale, mbetet pak njeriu ajo vetmia që është njerëzore, do thosha, po e te i kalon me dashni. Me dashni në kuptimin e shërbimit ndaj tjerëve. Atë energjin që është dash për shembull me harxhue për familje, tash është ajo familja e madhe. Si thosh, për te asaj familjes biologjike, e që kërkon edhe ajo shërbim, ama këtu e gjen gëzimin. Domethënë, je në dobi një familje që është më e gjerë.
Gjatë të rrugtimit si prift, a ka pas momente që dyshimi? Dyshimi në atë kuptimin intelektual, se mendja e ka atë aftësinë e saj që thjesht mi shkoklu gjanat, mi analizu, a është kjo kështu, a nuk është, a është më mirë kështu, a nuk është më mirë kështu. Jo në atë kuptimin dyshim për me dyshue ndashnin e Zotit ose në udhëheqjen e Zotit, por dyshimin atë kuptimin ndaj vetë vetës ma shumë. Ndaj vetë vetë, a do të muj me arrit, a do të muj. Me mbajt peshen e madhe. Me mbajt peshen e madhe, përgjithësia e madhe, por me këshille, me lutje, me ditim, i te i kalën këto gjona. Vërtet hedh dritë edhe meditimi, por edhe biseda, pastaj edhe ato lanë në filozofi, teologji që i shqyrtojnë gjitha pyetje thuja të njeriu, si është njeriu, si funksionon njeriu, si funksionon psikika, trupi, shpirti, si kanë jetue shetrit përpara, çfarë problemesh ata kanë pas, çfarë mund t'i kesh ti. Gjitha këto të ndihmojnë. Edhe unë e kom pas gjithmonë këtë zhvillimin, si thosh, ecjen shpirtërore, nga njëherë nuk e sheh që po ec, po me gjitha ec. Se kur jetu marrë informacione, ato ndikojnë. Deshte ndikojnë. Edhe rrethi ndikojnë, po pastaj je i ftuar edhe ti mi dhoni përgjigje, i jep një herë, i jep dy herë, pastaj bëhet pjesë e jotja, pjesë e karakterit tanë, atëherë nuk e merr si tragjike nëse të vjen edhe një pyetje. Kur flet për rrethin, a ka pas që kanë qenë kundër që të bësh prift? Aty këtu kanë qenë disa, jo që mi o ardhë keq kështu, që ki dështu diçka, po në kuptimin që s'kanë mujt me arrit me kuptue. Që shumë mirë i kuptoj, se vërtet pyetja është, a kemi me kuptu ndonjëherë pse dikush e sakrifikon, si me thonë, familjen biologjike, por mi u kushtue diçka tjetër në këtë rast popullit, sepse është diçka dhe mistike. Kuptoj. Prindrit a kanë tentu që ju njoftojnë me dikant? Jo, me thënë drejtën, jo... Apo nuk kanë tentu këtë pjesë? Nuk kanë tentu, sepse rrethi jonë, me gjithë ato, aty në Kabash ku kom jetu une, kanë qenë pak, hajtë po them kështu, demokratë. Nuk kanë imponu që me thonë, këton dush me marë. Ndaj vajzave në kohën, sa im kanë i ri, aty këtu ka pas ndo një rast, por me gjitha ta, nëse personi në këtë rast, edhe vajza jo vetë në djali, ka thonë, me gjitha ta po du më martu me dikan, nuk është që kanë bon shumë presion, kuptot që e kanë pyet, për me ditë se qka teksi, por me gjitha ta nuk ka pas ndo një kështu trysnit madhe, tentim, as të une. Është po lem me ty dhe me thonë, a ke dashurun ndo njëherë? Po, që më kanë pëlqy, sigurisht... Dashuri po flasim? Jo, kështu mbash me ecë, si të thush, me një vajzë, jo, asë njëherë s'kom ecë, që me thonë... Po mund dashurosh edhe... Mund dashuru, po, pa e dita aj person. Po, edhe ndodhë edhe kjo? Mund me ndodhë, pa tjetër, por jo që kom shku matutje. Kuptimin ato fantazit rinore që janë, po që i kom marë, si diçka... Si kemi nga gjunë gjenja këto? Por lutja edhe, çështja është e kanalizimit emocioneve. Në këtë rast, nëse je kandidat për prift, mundet me ndodhë që mund të dashuru me një vajzë. Që është normale, besoj. Po, edhe tek ne edhe konsiderohet normale. Vetëm si çështja është ashti me kalim e kohës vetë personi me shqyrtue për çka je, edhe a je akoma në atë vendimin që e ke marrë. Po, këtu vetë tash varet pej personit si e vendos. Nëse e vendos që me gjitha ta unë du mi shërbyje, se gjatë kohës që për shembull kisha shku, sikur që bajnë zakonisht, me dal, me ec, dikun, me shku, me vizitu në kino, ose ku dikun, unë ju marrë me libra. Ju marrë, ose kom ndihmu dvarshnëve, ose kom shku me vizitu një cmut. Ose jëmë përgadit për provime. Dhe më thonë, ajo energjia ka shku në tjetër nanë, si me thonë. U theksu ma shumë ajana intelektuale, ose arsimore, edukative, por edhe praktike në shërbim të komunitetit. Dhe më thonë, mbesin ato pyetjet personale, sigurisht, i analizoj, i shqyrtoj, po me gjitha ato vendimin pastaj e marrë të analizu edhe këtë pjesën tjetër për të ardhmen.